të dhunuara në mënyrë flagrante nga Edi Rama dhe klanet e tij me pushtet dhe në podrumet e karteleve të drogës. Janë 18 ditë të papara në historinë e Shqipërisë. Kur ndonjëherë shqiptarët nuk janë derdhur në rrugë dhe sheshe dhe kryeqytetit tyre në emër të asaj përgjegjësie, që është përgjegjësia e lartë, më e lartë, pas përgjegjësisë para Zotit, përgjegjësisë qytetare. Qytetarë dhe rinia shqiptare kanë mbushur sheshe dhe rrugët e Shqipërisë absolutisht, jo kur si një lëvizje fashiste, apo antisemite, apo antitrampiste, jo dhe jo. Ata kanë mbushur rrugë dhe sheshet kundër një diktaturë autoritare që shkelmon, që zvarrit, që shkelmon të drejtat e njeriut dhe zvarrit qytetarët paqësor, kundër një diktaturë autoritare që ka ndërtuar në Shqipëri narkoshtetin e vetëm në Europë. A e kuptoni ju si jeni tani? Unë shoh ku i keni pozicionet në piramidën e narkoshtetit ju. Se janë trafikantët, janë biznismenët, por në kryen e ju, a e kuptoni apo jo, se çfarë ndodh, pse janë ata njerëz në shesh, pse janë ata, vetëm Gjika me Alin, kanë vizur 50 ton kokainë, të paktën 7 miliard euro. A i shifni ju ndërtimet dhe një gjoni do të them një gjë këtu. A Altin Toplini, ta dini këte, në dosjen e Sali Berishës, ka kryer aktin, njëri për akteve më të ulta që mund të kryej një hetues. Ka publikuar, ka bërë publik emrat e 3 fëmijëve me autizëm. Asnjë nën, asnjë baba nuk do donte kur të shihte emrin e fëmijës tij me autizëm në mediat e vendit. Dhe pse i publikoj, thoni ju? Sepse vajza dhe djali im sponsorizonin familjet e atyre që si njëtin fare, po i paguonin shpenzimet në qendrën e autizmit, të cilën e drejton bashkëshortja ime, dhe këte e drejton për 20 vitësh pa asnjë shpërblim. E drejton vullnetarisht. Dhe këte ky Dumani i juaj e konsideronte konflikt interesi dhe korrupsion, se po paguonin 3 fëmijë. Fëmijët e mi, 3 familje të, si të paguajnë shumë biznismen dhe familje tjerë, njerëzit të nevojë. Kurse tani, ky Duman, që mund të vesh 100 epitete, po se prishgojnë, fsheh emrin e Engjëlla Gaçit, fsheh emrin e Olsi Ramës, fsheh emrin e Damian Gjiklurit, të cilët
ishtin delegata e ti, Damian, tani edhe po s'ke qenë të gjithë për t'ju thonë. Bëj besa të dush të nuk ta besojnë. Jo, nuk ta besojnë, Damian, se ka mund fajnë. Pra, fshe emrat e këtyre, dhe ata janë me fotografi, janë me film, janë me video, janë me zë. Shikoni tani. Dhe kush është tani fashisti? Kush është stalinisti? Qytetari që proteston në rrugë për të drejtat themelore, se pa që një qytetar që u zvarrit sikur të mos ishte njeri, qytetari që proteston në rrugë, sepse në një dosje, në një zonë të mbrojtur, dosja ka zero transparencë, sepse kërkon të shojë senatorin e Tiranës dhe nuk e gjen kumë, sepse kërkon të shojë impiant e ujrave të zeza të Tiranës dhe janë $120 milion të zhdukura, sepse kërkon të di si u bëhe Edi Rama me sarajet 720 metra themelet gjata, më gjata se presidencia e Republikës, dhe kopshtin 8500 metër. E kuptoni apo jo? Dhe ai zhduket në parlament. Dhe këta ngrohen, dhe du them tjetër çfarë po bëjnë. Belindën po e përgatit për arati. Cili nga ju ka shoqërua Belindën? Cila nga ju? Në skafe, në udhëtimet e saj në Greqi me skafe? Do dilni, se kujtoni ju se deti nuk ka sy. Edhe deti ka sy. Ja u themur ju, dhe ai po pret të kaloj dhe pak që ta arratis Belindën. Ndaj dhe skapi i partisë nuk e sjell. Bënë sikur e sjell, po jo nuk e sjell mandat arrest e saj për s'dyti. Jo, rrënit qetë, nuk e keni këtu. Nuk e sjell, se ajo po pregadit me ikë, a u thonë. Ku e keni Arkaçi? Ku janë? Ku është e në fuga? Ku janë? Ku i keni të arratisurit? Ata që po protestojnë janë herojt vërtet. Ata janë herojt e vërtet të këtij populli. Dhe lëvizja e tyre, ai të fshihet, se s'vjen parlament. Të fshihet, dhe ju mashtroni. Ju them unë ju. Mendoni se Parlamenti Evropian jo i damkos, mos gënjeni shqiptarët. Sigurisht, amandamenti që atakonte presidentin Trump nuk u lejue, edhe i përgëzoj ata. S'është lëvizje anti-Trump kjo. Kjo është lëvizje për shtetin ligjor, për transparencen, për ligjin ndërkombëtar. S'ka asgjë të përbashkët as me president Trump, as me anti-zionizëm, as me asnjë nga këto. U përpoqe Edi Rama t'ja jap të gjitha. Përfundoni fjalin, ju lutem. Kam 3 minutat e lexoje të procedurës. Pra, jo, nuk kemi të procedura, përfundoni fjalin. Zotri dhe njerë, të nërpresim çdo gjë, të merremi me kërkesat dhe Parlamenti Evropian kërkon me urgjencë tërheqjen e ndryshimit të ligjeve që janë bërë në këtë parlament. Kërkon moratorium për çdo leje të re dhe për çdo veprim të ri, pas të
ndryshohet ligji. Faleminderit, Ka zoti Berisha, vetëm një emergjencë. Mbaroj kohën. Kalojmë në procesin e votimit. Mbaroj koha, ju lutem. Mbaroj koha, zoti Berisha, ju lutem uluni të vjoj me procesin e votimit. Ka kohë, më lejmë ose... Kalojmë procesin e votimit, zoti Berisha. Votimi i hapur me karton. Hedhim në votim kërkesën për interpelancë. Kush është pro, kundër, abstenim? Numëroni votat, ju lutem. Sa? 28 pro, 70. Çfarë tapnu? Jemi në proces votimi. Sa janë pro, kundër? 79 kundër, abstenim nuk ka, nuk miratohet kërkesa. Vjojmë me rendin e ditës. Ju njoftoj se në grupi parlamentar e Partisë Demokratike ka paraqitur kërkesën për ndryshimin e rendit të ditës. Çfarë ke? Si është problemi? Po jemi mbaruar procesin e votimit, zona Topalli. Çfarë jo? I dham 1 minutë kohë shtesë, mbaruam dhe votimin. E kupton ku jemi? Jemi te njoftimet. Ju njoftoj se grupi parlamentar e Partisë Demokratike ka paraqitur kërkesën për ndryshimin e rendit të ditës së seancës plenare të sotme datë 18/6/2026, ku kërkohet të hiqet nga rendi i ditës projekt ligjet e mposhtme, pika 10. Projekt ligji për disa shtesa ndryshime në ligjin numër 8378, datë 22/7/2028, Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë ndryshuar, nismë deputetit Kliti Hoti dhe pika 14, projekt ligji për një shtesë në ligjin numër 7703, datë 11/5/2023, për sigurime shoqërore në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, nismë deputetës Jorida Tabaku. Në bazë të neni 49.3 rregullores, propozuesi diskuton jo pak se 3 minuta dhe ka drejt diskutoj një folës pro, një folës kundër, jo më shumë se 2 minuta secili. Kush e do fjalën për të paraqitur kërkesën? Nga nismëtarët zoti Hoti dhe zonja Tabaku. Kërkesën për heqjen nga rendi i ditës e kam fjalën.